faleminderit që jeni edhe sonte me ne. Mirëmbrëma, mirë që keni ardhur spektatorë të nderuar. Natyrisht kam kënaqësinë të uroj mirëseardhjen juve këtu në sallë dhe telespektatorëve që na ndjekin drejt për së drejti nga ekrani Top Channel-it. Faleminderit. Dhe natyrisht pra vim tek çfarë do të thosh në një interesante sepse veç se entuziazmi i publikut dhe atmosferës e di shumë mirë fare që është kjo javë është një javë e shënuar, një javë me ngjarje, një javë. Me që më kujtove javën Goni, do thoya që kjo javë që sapo ne lam pas mund quhet fare mirë javë e madhe e demokracisë. Ka qenë javë e madhe e demokracisë, e fjalës, e mendimit të lirë, kështu që ne për këtë gjë punuam, luftuam dhe ja arritëm. Hajde, afro pak. Hama. Mos ka gjë temperaturë? Po ti, mirë jeti? Unë jam shumë mirë, po çake, çike këtu bullollikë më. U habitën edhe njerëzit të shokuan. Çike këtu bullollikë. Ami! Ke dëgjuar ke parë televizor që 50% e parlamentit të arshë ndojnë femra dhe ke filluar të ligjërosh nga këto bullolliqet? Demokracia, fjalë e lirë, mendimi i lirë. Çike këtu. Ami, ktheu në origjinë. Ktheu Ami portokallis, jo Ami sikur për deputete. Çike këtu. Ja, që të gjithë shokuan. Keni dëgjuar bullolliqet të tilla këto ditë apo jo? Dëgjojmë për ditë. Ja, urdhro. Sa të duash ton? Të ruaj të zoti, moj Ami, të ruaj të zoti. Qike këto, moj. Ami. Po ke për gabim trashanik, që është kjo? Mendimi, fjala dhe mendimi i lirë. Po ke dëgjuar këto prava ti? Po shumë e kthe më fjale lirë, pse gabim të duket ju për shembull fakti që shqiptarët kanë 18 vjet që kanë fjalën e lirë. Kanë fituar lirinë e fjalës së mendimit, më në fund. Më vajzë, po ti e së murur për fundin, po ti që nge pashërim, moj. Po ja, halli jo të më kesh në kratë. Ku ka fjallë të lirë? E vetë një gjë që kanë fituar shqiptarët në këto 18 vjetë, është e drejta, ose më sakt, liria e të folurit me vete. I ke parë shqiptarët e shkretë në për rrugë? Me gjënë një qesën fiturqeshur i lumtur, se e pret një ditë e re. Jo! Pa punësi, lodhje, rinia në për klube, kafene t'i ke gjithë më plot, që në 6 të mëngjesit. Edhe kur i shkon rrugës, ti duke sikur t'i shkon t'i kursaj. Ky është realiteti ynë, më. Kurse një tjetër nga lumturia që do vete ke dashura, bën tekstin vetë rrugës. Kamë, ngjarjet ka gjë. Liria e fjalës, liria e së drejtës. Nuk e morë vesh par dje një burr vajti rrau të dashurën, sepse ajo donte që të martohej. E ke parasysh se ky është i martuar, por nuk i pëlqente që e dashura donte t'i ikte. E rrau për shtatë palqefe. Kjo është liria e fjalës, liria e mendimit. Kjo është. Për shembull, fjala sot në Shqipëri me veten tënde, u flet në vete, mund të shash këtë duash, po për shtatë palqefe. Po me libër shtëpie, duke filluar nga presidenti, kryeministri, kryetari i parlamentit, deputet, kryetari i opozitës, të gjithë për qef. Edhe natyrisht kur ti bën baba me vete, ata të shikojnë nga xhami makinën dhe nga kalojnë dhe thonë, bjeri se e bie mirë Flori. Dhe kur bëjmë ne në ndonjë nga këto numrat humoristik që i shpotisim, ata thonë, çka karagjozash janë, sa bukur e thanë këtë, kënaqen qeshin, kurse gjithmonë ne vazhdojmë flasim me vete. Prandaj, ktheu Ami. Shiko, nuk jam fare dakord me ty një herë e para. Dhe treta? Dhe treta është që ne në Portokalli kemi 5 vjet që themi fjalën në mënyrë shumë të lirë, mendojmë shumë lirisht. Po pse ja fut kot më ja barda? Ja, kam me një gjë. Në fund fundit fjala gdhën dhe gurin. Po e ke dëgjuar këtë? Ky është misioni i Portokallis. Fjala gdhën gurin. Kurse ne në Portokalli kemi 5 vjet domethënë që gdhëndim domethënë baltën. Fjala gdhën baltën. Pse? Se politikanët tanë janë si baltët dashur miq. Dhe fjala gdhëndur në baltë qëndron aq sa bie shiu i parë. Dhe shi këto ditë ka rënë qamet ka rënë. Imagjinoni sa ka qëndruar fjala e gdhëndur. E kuptove moralin e gjithë sa që ta afrova.